Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka rikutuar edhe njëherë bizneset dhe institucionet e përfshira se afati për pranimin e pagesave pa para në dorë po shkon drejt përfundimit. Sipas njoftimit zyrtar, ka mbetur vetëm 27 ditë deri në hyrjen e plot në fuqi të këtij detyrimi, i cili po kërkon instalimin dhe funksionimin e pajisjeve POS në pikat e shitjes. Në fokus të këtij detyrimi janë strukturat akomoduese, operatorët e transportit si dhe institucionet dhe shoqëritë publike me kapital shtetëror. Këto subjekte duhet të garantojnë që klientët dhe qytetarët të kenë mundësi të kryejnë pagesa elektronike përmes kartave bankare apo formave të tjera digjitale. Administrata tatimore thekson se kjo nismë është pjesë e përpjekjeve më të gjera për të rritur transparencën në transaksionet financiare dhe për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve. Sipas saj, zgjerimi i përdorimit të pagesave cashless ndihmon gjithashtu në uljen e kostove operative për bizneset dhe rritjen e besimit të konsumatorët. Një tjetër objektiv i rëndësishëm mbetet lufta kundër informalitetit, duke formalizuar më tej ekonominë dhe duke garantuar raportime të saktë të ardhurave. Tatimet paralajmërojnë se mosbatimi i këtij detyrimi brenda afatit mund të shoqërohet me masa ndëshkuese sipas legjislacionit në fuqi. Autoritetet u bëjnë thirrje subjekteve që të mos e shtyjnë përgatitjen për ditët e fundit, por të marrin masat e nevojshme që tani, duke qenë se afati përfundimtar për përmbushjen e këtij detyrimi është 30 maj 2026.